me ti. Nër tri luftra ju ndik risma e pushkës për liri. Të nderuar i shqiptarët e luftëtarët të tre luftëve të shkrimtarë, përfaqësues të shëvëloqës, të nderuar familjet e dëshmorëve, invalid të luftës, bashkëvendas dhe familjarë. Më lejoni t'ju përshëndes dhe faleminderoj përzemërsisht në emrin tim dhe familjes së tij. Jemi mirënjohës, pasi për 24 vite me radhë ishit afër nesh në këtë ditë të shënuar. Juftoj për 1 minutë për heshtje për të nderuar veprën e dëshmorit të Qishtatit dhe gjithë dëshmorët të rënë në mbrojtje të atij. Lavdi. Ftoj Hoxhën Molla Sulli për një lutje fetare për të gjithë dëshmorët të rënë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبشرك. Në rrugtimin e tij për liri, Beqir ku e thënë emrin e tij në historinë e kombit shqiptar, me guximin dhe sakrificën supreme. Nga betejat e lavdishme në Kosovë, në matësinë e Pashtrikut, ku qëndroi krah për krah me bashkëpunëtarë të UÇK-s, deri në lirinë e Kosovës në qershor të vitit 1999. Po liria për të nuk ishte e plotë. Ai u bashkuan në luftës së Prishevës me Derë e Bujanok, duke u bërë pjesë e brigadës 113 të UÇK-MB-s. Në vitin 2001, kur ushtria shkrimtare kombëtare ndriti flamurin për të mbrojtur shqiptarët në Maqedoni, Beqir ju bashkua radhës së saj, duke organizuar mbrojtjen e popullatës. Ai ishte në vijën e parë të betejave më të ashpra në Zbëqaq, Mateç, Opar dhe Haraçi, duke treguar heroizmin të pashokut. Më 22 qershor të vitit 2001, në luftën e ashpër në Haraçin, Beqir i ra heroikisht duke hyrë në pabërtësi. Sot emri i tij mbahet simboli i sakrificës, kurse gjaku i tij u bë themeli i lirisë që e gëzojmë sot. Në emër të komunës së Haraçinës, do të marr fjalë përshëndetje zotëri Ridvan Ibrahim. Fillimisht me dashur familje komandantit Kuçanit, dëshmorit shehidit tonë, Beqir Sradikut, të nderuar ju familjarë të dëshmorëve, invalid të luftës, ushtarë e strorë të ushtrisë shkrimtare kombëtare. Gjithashtu nderuar përfaqësues i organit të komunal, sekretari i Këshillit, doktor Rifia Shahidi. Ndeshje i veçantë është për mua, që sot të jem në mesin tuaj, në mesin e familjarëve të dëshmorëve dhe në veçantë në mesin e familjarëve të komandantit Kuçanit. Emanetin dëshmorët e dhanë. Ato janë të pavdekshme. Këtë nga kanë mësuar të parë tonë, dhe kjo është rregull hinore, se dëshmori nuk vdes. Dëshmori jeton, por ato kryen një mision të madh. Sigurisht kemi pasur mundësi shumë herë të ndërtojmë historinë tonë të lavdishme, po mirë është të përkujtohen se vërtet luftrat nuk bëhen për këtë ditë. Por ato luftrat e suksesshme, siç ishte lufta e 2001-shit, mendoj që kemi obligim deri në fund të jetës ne i përkujtojmë dhe t'i nderojmë ato familje dhe gjithë ato ushtarë që dhanë sakrificën, mundin dhe ne sot jemi aktive. Me shpresë që ardhmja jonë përmes asaj sakrifice të ngritet dhe të ruhet me shumë fanatik. Edhe një herë lavdi të gjithë të rëndë dhe i përkujtoheshim me mallë për ndërtim. Ftoj vëllain e Beqirit Arben Sadiku të marrë fjalën për mbyllje për romanin e sot. Më vjen një përshëndetje shumë e vështirë prej anës Arishës, që sot në mesin e tokë. Ka pas një intervenim shumë zgjashëm, ka qenë në spital para 20 vite. Për të 23 vite
duke dalë për Europës për ta përshëndetit, sepse shterë kam kajtu si këtë një. Prandaj për 24 vite që ishim prezent me neve, dhe ju ftoj të bëjmë omazh me të përrezit shumë. Ej, prite komandant Slupçanin, ej, prite komandant Slupçanin, ej, se po vjen tash liroj vatanin, ej, se po vjen tash liroj vatanin, ej. Në haraqin, e mbron nderin, e mbron Shqipinin, nuk e lëshoj asin një plam toke, para në fusht me i danit. Në u këthytrimin legjend, rrugës drejt Slupçanit.